Edicioni i 5 me radhë i festivalit Tuskana Fest në skenën e Pallatit të Kulturës në Kërçov solli 5 shfaqje të bukura teatrale me interpretime të shkëlqyeshme artistike, të cilët u duar trokitën fuqishëm nga dashamirët e artit dramatik në Kërçov. Në kuadër të festivalit të sivjetëm, Tuskana Fest u prezantuan projekte dramatike të cilat u mirëpritën nga dashamirët e artit në Kërçov. Shfaqja e teatrit të Tetovës në përballje me vdekjen, shfaqja e teatrit të Shkupit, të Resh apo të Mosresh, projekti dramatik i teatrit të Kumanovës, Lojrat e harruara, projekti i qytetit të Kërçovës, Zoti Kolpert, ndërsa në mbrëmjen e fundit u prezantua shfaqja Cilindri nga Teatri i Gusivarit. Në fund juria e festivalit e kryesuar nga Argjend Hasani, çmimin shfaqja më e mirë janë tau Teatrit të Tetovës për shfaqjen në përballje me vdekjen të autorit August Strindberg në regji të Afrodita Nuhiut. Mendova që s'do kem emocion, për ja, kjo skena kështu është magjike gjithmonë ka emocion. Vërtet edhe unë dua t'ju falenderoj publikut, juve gjitha dashë të këtij qyteti të mrekullueshëm që po e suportoni dhe vërtet e përkatni një festival siç është festivali Tuskana dhe shpresoj dhe jam i sigurt që në vitet në vazhdim ky festival do të rritet dhe do të jetë simboli i qytetit të Kërçovës. Falenderoj gjithashtu të gjithë trupat që kanë qenë pjesëmarrës, Teatrin e Shkupit, Teatrin e Tetovës, Gostivarit, Teatrin e Kumanovës, i cili na solli vërtet një shfaqje fantastike për fëmijë dhe Shtëpinë e Kulturës që kishte një shfaqje të mrekullueshme në gjuhën maqedonse. Gjithashtu falenderoj për ftesën dhe për besimin organizatorët, regjisorën Afrodita Nuhiu dhe një falenderim veçantë shkon për drejtorin e këtij festivali dhe organizatorin Adem Karaga, i cili përveç faktit që është një nga figurat kryes eminente të artit skenik, jo vetëm në Maqedoni, por në gjitha trojet shqiptare dhe më gjërë, ajo është aq modesa që nuk e haron kurrë qytetin e tij dhe jep kontributin maksimal për këtë qytet dhe vërtet shkon një dorëtokitje edhe më e madhe për Lejoni që nuk ishte e vështirë, do të them realitetin që ishte teatri i Gostivarit dhe i Tetovës, që ngelen në një pikë shumë më të afër, por në niansa të vogël, shfaqja më e mirë shkon për në përballje me vdekjen e Teatrit të Tetovës. Një përfaqësues të Teatrit të Tetovës ose regjisorën Afrodita Nuhiu që pranoi çmimin dhe të përsëri sigurisht nuk mundem dalem nga kjo skenë dhe të ndahem nga kjo skenë pa ju falenderuar juve. Unë uroj që ky festival të ketë sa më shumë një gjatësi, sepse ne vërtet është lidhur kjo punë e madhe dhe përpiqemi që të japim diçka qytetit tonë. Unë uroj që të kthehet ky festival, ashtu siç ka qenë edicionin e parë dhe të dytë, që ka qenë salla plot e plot. Unë në këtë edicion ka marrë pjesë me 2 shfaqje në regjim time. Ndaj ky çmim është përcaktuar sigurisht për Teatrin e Tetovës, ashtu e ka vendosur juria, por që për mua ky çmim shkon për të 2 teatrët,
sepse unë vërtet kam bërë një punë të mrekullueshme me të dy teatrët, edhe me teatrin e Gostivarit, edhe me teatrin e Tetovës, edhe di që ka qenë një fike vogël, ose si themi një fije e hollë shumë që i kanë dalë të dy shfaqe, edhe ka qenë shumë e vështirë për vendoset për këtë çmim. Ndaj këtë çmim u dedikoj të dyja trupave. Faleminderit shumë të gjithë juve që keni marrë pjesë në këtë festival kaq mrekullueshëm. Edhe vërtet uroj shumë që ne si shqiptarë që jemi të këtij qyteti, që tregojmë edhe palëve të tjera se sa shumë jemi, se sa shumë Tuskanas jemi, të mundohemi ta kthejmë kulturën në këtë vend, edhe të gjithë ne bashkë, të mundohemi të bëjmë diçka për këtë vend që mos na ipin të rinjt. Sepse gjithë këto vullnetarë që janë në perspektivë shumë të madhe, ka shumë talenta të mëdhenj, edhe vërtet unë do kisha dashur që t'i falet këtij qyteti diçka dhe ne të shohim art sa më shumë, edhe që të kemi më shumë edukat dhe më shumë kulturë. Shumë faleminderit. Në përmbyllje të festivalit, drejtori Adem Karaga u shprehu mirënjohje të gjithë atyre që kontribuan në realizimin e këtij manifestimi tradicional, i cili u mbështet nga Ministria e Kulturës dhe Komuna e Kërçovës. I dashur shumë publik i Kërçovës. Një falënderim të jashtëzakonshëm për ju që keni qenë pjesë e çdo mbrëmje të shfaqjeve që patëm mundësi për t'i ofruar për ju. Një falënderim të jashtëzakonshëm Teatrit Shkupit, Teatrit të Tetovës, Teatrit Gostivarit, grupës së aktorëve të Pallatit të Kulturës që na dhanë një shfaqje të mrekullueshme, dhe në veçanti këtu do veçoja trupën e Teatrit Kumanovës që na falin një shfaqje për fëmijë dhe nuk ka kënaqësi më të madhe për të parë të qeshurat dhe buzëqeshjen e fëmijëve. Kështu që një dorë përvitje për gjithë këto trupe që besoj thellë që Juria gati më ka marrë vendimin. Mua nuk më ngjelet gjë tjetër përpos të falenderoj në emër të stafit të këtij festivali, t'ju falenderoj gjithë juve, të falenderoj Ministrinë e Kulturës, falenderoj Komunën e Kërçovës, e cila në fund vendosi të suportojë këtë festival dhe shpresoj që do vazhdoj, kështu që ne do gëzojmë edhe edicionet e radhës. Të gjitha shfaqjet e prezentuara në edicionin e 5 të festivalit Tuskana Fest zgjuan një interesim të madh tek publiku i Kërçovës. Ishin këto projekte me nivel të lartë artistik. U shpreh për programin ton Fadil Jusufi, antar i jurisë së festivalit Tuskana Fest 2025. Zoti Fadil, ju ishte antari i jurisë së festivalit Tuskana Fest. A mund të na thoni në pika të shkurtra cili është vlerësimi juaj mbi shfaqjet e prezantuara në kuadër të festivalit Tuskana Fest? Tani festivali normalisht që ka shijen e vet dhe nuk kemi një shfaqje, po kemi disa shfaqje dhe sidoqoftë është e vështirë si juri të vendosësh për më të mirën dhe më besoni e patëm vështirë pas shfaqjes së sotme që pam nga trupa e Teatrit Gostivarit, po megjithatë për njansa dallonte shfaqja e Tetovës dhe ngelëm në atë vlerësim që e kishim edhe të ndërtuar deri sonte, se sinqerisht pak sikur na ndryshoi mendja me këtë shfaqje që pam sonte, por për njansa përsëri Teatri Tetovës dallonte dhe ne mendoj që s'kemi gabuar dhe vendi i parë shkon me merit për Teatrin e Tetovës. Për publikun e Kërçovës ishte një kënaqësi prezantimi i gjithë këtyre projekteve dramatike që u shfaqën në kuadër të festivalit. Por normalisht është kënaqësi për artdashësit. Dhe unë realisht kam prit me numër më të madh të publikut artdashës kërçovar që janë dëshmuar edhe në të kaluame se e duan artin, e duan kulturën, por shpresojmë që festivalin e ardhshëm numri i shikueshmërisë të rritet dhe të shtohet, se me të vërtetë ja vlen të vinë dhe të ushqejnë me porosi që jep një vepër artistike. Dhe
nëse ka në i vlerë që vërteton qytetrimin e dikujt, është teatri dhe skena teatrale. Faleminderit.